Gjyqtarët dhe prokurorët që u larguan nga sistemi i drejtësisë për pasuritë pa justifikuara apo kontakte të papërshtatshme do të formojnë juristë të rinj. Sipas një raporti të Qendresës Qytetare, një numër i konsiderueshëm ish gjyqtarësh dhe ish prokurorësh që janë larguar nga sistemi i drejtësisë kanë përfunduar në auditorët e universiteteve si pedagog të së drejtës. Për ta, ligji vendos ndalim 15 vjeçar për të rikthyer në sistemin e drejtësisë, por nuk u ndalon të jenë pedagog. Ky boshllok ligjor sipas Qendresës Qytetare është ndëruar në portë të hapur drejt universiteteve ku ish magjistratët gjejnë terren të lirë për të vijuar aktivitetin e tyre profesional. Dokumenti citon edhe raportin e Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës 2025, ku theksohet se fakti që magjistratët e dorëhequr nga procesi i vettingut mund të jenë staf trajnues në shkollën e magjistraturës përbën një mangësi serioze. Qendresa Qytetare vëren se situata është më e gjerë, disa prej tyre ligjërojnë jo vetëm në universitetet private, por edhe në ato publike, madje edhe në kurse që lidhen drejt për drejt me etikën profesionale. Organizata thekson se kur në auditorë gjenden figura të cilat kanë shmangur ose nuk kanë kaluar procesin e vettingut, mesazhi që u transmetohet studentëve është se standardet e integritetit mund të anashkalohen, gjë që rrezikon të deformojnë formimin e tyre profesional.